Teknika se si të vijeni në kontakt me botën dimensionale. Sot do t'ju tregoj një teknikë se si në të kaluarën, madje edhe sot, ka disa njerëz të veçantë që vijen në kontakt me dimensionin, ose me një botë tjetër, ose me botën paralele, ose me botën e përtejme, ose me ndërgjegjen universale. E di që shumë prej jush nuk do ta besojnë këtë, por më ndiqni deri në fund, është për të mirën e të gjithëve sepse është një informacion më tepër. E përsëris dhe një herë, ndoshta shumë prej jush nuk besojnë, ndiqeni deri në fund dhe pastaj jepni mendimin tuaj. Është vetëm një teknikë, sepse ka dhe teknika tjera, por është vetëm një teknikë efikase për të hapur çelësinë e dimensionit ose të botës tjetër. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëherë duhet të dini që bota jon që ne njohim, pra perceptimi ynë, është shumë i ulët, sepse është në bazë të, në pika e parë që është e rëndësishme, është në bazë të programimit të shqisave tona. Pra ne shohim, prekim, perceptojmë çdo gjë në bazë të shqisave që kemi. Pse po e them këtë? Më ndiqni vetëm me kujdes, sepse ne njohim shumë pak të botës që na rrethon, bile do t'ja u them edhe pse kam përsëritur këtë, 4 maksimumi 5% të botës që na rrethon. Pra shqisat tona janë kaq banale saqë nuk mund të pretendojmë që 95% atje jashtë mund ta njohim, sepse nuk e njohim. Dhe pse po ju flas për këtë? Pikërisht pra sepse mendohet që bota atje jashtë ka një pafundësi misteresh. Dhe një nga misteret është pikërisht ky. Quhen halucinacione për ne. Po a është e vërtet që janë halucinacione? Pra çfarë janë halucinacionet? Sipas shkencës, halucinacionet nuk janë gjë tjetër veçse në një moment kur truri i njeriut ngopet, si mund të quhet, me informacione, ose pson një kolaps, ose ka një problem të madh, për shembull në një aksident, ose në një shok mental, në atë moment ka halucinacione. Ka patur raste që edhe gjatë një momenti normal, një njeri ka patur halucinacione, por nuk ndodh. Nuk ndodh absolutisht kështu. Duhet me se s'bën që të ndodh ai momenti i transit, ose si mund të quhet, të ndodh diçka. Pra nëse nuk ndodh diçka, nuk mundesh që të futesh në halucinacion, ose të shkosh një botë tjetër. Dhe e vetmja mënyrë është pikërisht kjo teknikë, sepse është teknika që përdoret në momentin e gjumit, pra momentin REM. Çfarë është kjo teknikë? Atëherë duhet të dini që gjumi nuk është gjë tjetër veçse një pjesë e vdekjes trupore, sepse është një moment kur trupi qetësohet dhe ka nevojë për qetësi. Po duke u qetësuar, nëse ne nuk do të ëndërronim, ne do të vdisnim brenda pak sekondave. Pra ëndrat janë thelbësore, por pikërisht në atë moment, ëndrat janë diçka që ne nuk mund ta kuptojmë kurrë dhe futesh në një tjetër dimension, pra në ndërgjegjen e madhe, në atë që ne quajmë univers, ose Zot, ose Perëndi, sepse aty gjendet çdo gjë, e kaluar, e tashme dhe ardhme, dhe është edhe gjithë dia aty, sepse është ajo dije që ne kemi marrë. Pra është logjike çdo gjë që po ju them. Dhe çfarë ndodh? Pra pikërisht në atë moment mund të marrësh informacione dhe mund të hapësh derën, pra ose dritaren e çelësit, pra që është gjumi. Quhet hipnagogia. Kjo metodë, pra kjo teknikë quhet hipnagogia dhe e përdorin që nga kohrat e lashta. Tregohet që Platoni e përdorte, madje edhe të tjerë më vonë. Bile tregohet që Virgjili përdori pikërisht këtë. Madje edhe më vonë pastaj me Rinascimenton, si quhet, dhe me rilindjen, si mund të quhet. Dhe edhe Dante Alighieri tregohet që futesh në këtë moment, pra në përdorte hipnagogjën. Çfarë është hipnagogia? Hipnagogia nuk është gjë tjetër veçse një moment, pra ai çelësi që ju thash i kësaj bote, të gjumit që ne kemi, me botën tjetër që është universi. Dhe është një pikë lidhse që i ndan pra në atë moment, që ne e quajmë momentin REM. Po ne nuk e kujtojmë, pra pak ëndra kujtojmë. Dhe disa prej tyre janë tepër të rëndësishme, janë thelbësore, edhe për ecurin tonë, për ndërgjegjësimin tonë, për të qenë më të, për shembull për një artist, për një instrumentist apo etj. Dhe çfarë bënin këta? Ai që e ka shkruar, sepse filluan që ta shkruanin pastaj që nga Leonardo da Vinci, por edhe të tjerë, e ka shkruar Leonardo da Vinci. Çfarë bënte Leonardo da Vinci? Ai kishte një sferë prej druri, e mbante në dorë sferën dhe shtrihej ose shkonte për të fjetur pak në karrigen
në orë dreke, zakonisht e bënte në orë dreke. Dhe mbante këtë sferë në dorë, por e mbante në një pozicion që ta kishte përpara. Në momenti që e zinte gjumi, liroheshin muskujt dhe binte sfera, dhe binte në shesh. Ajo zhurma që krijonte e zgjonte. Dhe nga i moment ai atë çka kishte parë, kishte raste që nuk shihte gjë, por atë çka kishte parë e shkruante. Pikërisht për këtë. E shkruante nga ana tjetër me anë të pasqyrës, që askush mos të dinte se çfarë kishte parë gjatë atij momenti trans, pra të halucinacionit. Dhe bëri shpikjet madhështore që e dim shumë mirë, me fjalë. Leonardo da Vinci bëri tankun atëherë që nuk dinte se çfarë ishte. Bëri parashutën, bëri shpikje fantastike që më vonë rezultuan të vërteta, të ndërtuara dhe të realizuara në mënyrë të përkryer. Por nuk e bënte vetëm ai, e bënte edhe Salvador Dali. Salvador Dali e bënte me Chels. Vendoste Chelsin këtu, pra në gishtin tregues, në gishtin e vogël, më fal. Dhe ishte nga ata Chelsat e mëdhenj, ata Chelsat që hapeshin dyer dikur, të mëdhenj. Dhe çfarë bënte? Poshtë vinte një tenxhere, e kthente kokë poshtë tenxheren, pra aty ku do binte Chelsea, dhe mbante këtu. Mbante dorën kështu, dhe sa e zinte gjumi, binte Chelsea mbi tenxhere dhe zgjuhesh. Nga momenti që ai zgjohesh, bënte ato vepra që njihni. Dhe edhe ky e ka shkruar. Madje thuhet që edhe Edisoni, me shpikjet që bëri, i bëri pikërisht pra në këtë momentin, siç u thash më përpara, në momentin trans, ose në momentin e halucinacionit, pra të hipnagogia. Duhet të dini që momenti hipnagogia është thelbësor për secilin, por ka një problem. Jo të gjithë mund të parashikojnë ose të kapin këto informacione ose të hapin Chelsin e këtij misteri. Jo të gjithë mund ta bëjnë. Mund ta bëjnë vetëm disa që kanë dëshirën e madhe për të bërë diçka të re. Një artist, një politikan, një shpiks, një profesor etj. Që edhe Mendelejev, nëse e kemi thënë disa herë, edhe ai të njëjtën gjë, pra ai ndodhi në këtë moment që ai nuk është se e bëri, i erdhi rastësisht, u zgjua pikërisht në atë moment dhe shkruajti tabelën numerike. Tani, momenti hipnagogia është ndryshe nga njeriu në njeri. Pse është ndryshe nga njeriu në njeri? Sepse secili ka inteligjencën e tij, secili ka kërkesat e tij, kërkesat në jetë, për shembull, është një që do të bëhet këngëtar i famshëm, që kërkon një këngë. Teksa ai bën momentin, pra këtë teknikën hipnagogia, ai mund të gjejë një këngë, për shembull, madhështore, si për shembull Trilli i djallit, që sa keni dëgjuar atë, Tingulli i djallit, që ishte momenti transit që ky kompozitori i famshëm italian, Tartini, pa djallin sipas tij dhe i dha ato nota që ai bëri dhe ishte le të themi muzika më e mirë dhe më magjishme që ai kishte ndërtuar ndonjëherë, që vazhdon ende sot të cilësohet e tillë. Dhe doja të thosha me këtë që secili ka pra mënyrën e tij të ndërruarit dhe të kërkesave personale dhe pikërisht në bazë të kërkesave, në bazë të jetës që ka bërë dhe në bazë të momentit dhe të shumë gjërave të tjera, hipnagogia pra merr formën dhe ti mund të hapësh atë derë. Pra nuk është e thjeshtë që të hapësh, por mund ta provoj kushdo. Unë për shembull e kam provuar dhe kanë dalë disa suksese të rëndësishme. Bile do t'ju them që një nga spektaklet që kam bërë, që është ajo Forever, që zhdukja asaj vajze, unë kërkoja me muaj të tëra që të kërkoja trukun se si ishte ai truk. Dhe më në fund e gjeta trukun më të madh të iluzionistëve. Unë, Nadir Mura nga Llagatundi, sinqerisht po ja them. Atë që bënte David Copperfield, që të gjithë kërkonin se si e bënte ai dhe unë arrita që ta bëja. Është ajo vajza me atë pikturën që unë e zhduk me një beze që e brenda dhe pastaj e shfaq edhe një herë. Dhe është e studiuar për 6-7 muaj të tjerë, ditë për ditë dhe natë për natë. Por doja t'ju thoshe me këtë, edhe unë e zgjodha atë sepse aty më erdhi mendimi, sepse bëra disa format të tjera, por në momentin e hipnagogjës gjeta mënyrën
jo vetëm formën, por mënyrën se si do të bëj ky truk. Pra, unë ju them ato çka bëra. Ndoshta dikush nga ju nuk do që ta praktikoj këtë teknik, por s'ka problem. Unë doja t'i thoshe që hipnagogia përdoret nga njerëz të veçantë. Përdoret nga njerëz që kërkojnë një rritje psikologjike, profesionale e tjerë. Madje mendohet që edhe Nikola Tesla me anë të hipnagogjës, sepse ai kur bëri aksidentin që ishte fëmijë që ra vetë tima, i hyri diçka, pra një forcë energjie në tru, dhe nga ai moment ai praktikonte pra hipnagogja në disa momente të caktuara, jo gjithmonë. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Dhe nëse do ta provonit, mund të më shkruani këtu, nëse mundeni. Mund ta provoni si të doni, pra qoftë me çelës, qoftë me çfarë do lloj gjë. Mjaftoj që zakonisht bëhet pas dreke. Shtriheni në një karrike, me fjalë uleni në një karrike që me një kokën që të qëndroj kështu pra, dhe mbani diçka në dorë. Kur bie nga dora çdo gjë që keni, zhurma do t'ju zgjoj. Dhe do shikoni që në atë moment, nëse praktikoni disa herë, do shikoni ose do ndërroni gjëra të çuditshme. Megjithatë, pres komentet tuaja, natën e mirë.